Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Arlinda dhe sot me lejen e Allahut do të bëjmë një rukje shumë të fuqishme me niyetin për shërim, mbrojtje, çlirim, qetësi dhe begati. Kjo rukje do të prek çdo aspekt të jetës tënde, shërimin e ankthit, depresionit, trupit dhe mendjes, qetësinë e zemrës, ëndrat dhe qëllimet e tua dhe si dhe potencialin tënd dhe paqen e shpirtit tënd. Kjo rukje është për personin që po e dëgjon, si dhe për personin për të cilën ti e bën nijet. Prandaj para se të fillojmë, bëre niyetin tënd me zemër dhe mbështetu tek Allahu. Shërimi dhe mbrojtja janë vetëm prej Allahut, ndërsa kjo rukje është vetëm një sebet. Le të fillojmë. Eudhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, e kam bërë niyetin të bëj rukje mbi personin që dëgjon këtë video dhe mbi atë për të cilën ai ka bërë nijet. O Allah, bëje këtë rukje sebet për shërim, çlirim, mbrojtje dhe begati në jetën e këtij personi. Largo prej tij çdo të keq, çdo vesvesë, çdo frikë dhe çdo gjë që e largon nga ti. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, kërkoj mbrojtje nga shejtani i mallkuar. Me emrin e Allahut, unë kam bërë nijet të bëj rukje mbi ty nga çdo gjë që të dëmton, nga e keqja çdo shpirti apo syri i keq e xhelos, nga e keqja xhinëve dhe shejtanëve. Allahu do të shëroj, Allahu do të mbrojë dhe me emrin e Allahut unë bëj rukje mbi ty. Në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, sunduesit të ditës së gjykimit. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej te ndihmë kërkojmë. O Zot, na udhëzo në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që i ke begatuar me të mira, jo në rrugën e atyre që tërhoqën zemrimin tënd, e as në rrugën e atyre që humbën veten. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, ai Allahu është një. Allahu është ai që çdo krijes i drejtohet për nevojat e saj. Ai as nuk ka lindur këtë dhe as nuk është i lindur dhe atij askush nuk i është i barabartë. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, kërkoj mbrojtje të Zotit i agimit nga e keqja e çdo gjë që ai ka krijuar dhe nga errësira e natës kur ngriset plotësisht, dhe nga e keqja atyre që fryen nyje dhe nga e keqja e smirkeqit kur sipas smirës vepron. Kërkoj mbrojtje të Zotit i njerëzve, sunduesi i njerëzve, mbrojtësi i njerëzve, nga e keqja e përshpëritësit që fshihet, i cili përshpërit në zemrat e njerëzve, qoftë ai qytësi prej xhinëve apo prej njerëzve. Në emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, Allahu nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç tij, të gjallit, të përjetshmit, mbrojtësit të gjithçkaje. As kotja dhe as gjumi nuk e kapin atë. Atij përket gjithçka që është në qiell dhe në tokë. Kush mund të ndërmjetësoj tek ai përveç me lejen e tij? Ai e di çfarë ka përpara tyre dhe çfarë ka pas tyre, ndërsa ata nuk përfshin asnjë nga dija e tij përveç asaj që ai dëshiron. Kursia e tij përfshin qiell dhe tokën, ndërsa kujdesi i tij ndaj të dyjave nuk i vjen rënd. Ai është më i larti, madhështori. Amin. Në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, unë tani kërkoj mbrojtje nga shejtani i mallkuar dhe nga xhinët për ty dhe për personin për të cilën e ke bërë nijet. Anulloj dhe e bëj të pavlefshme çdo sy të keq, çdo mallkim, çdo ndikim të shejtanit e të xhinëve, çdo maqi dhe çdo energji negative. Anulloj dhe e bëj të pavlefshme çdo fjalë negative që është thënë ndonjëherë gjatë jetës tënde, edhe nëse ishte thjesht një shaka. Anulloj dhe e bëj të pavlefshme çdo fyerje, çdo etiket, çdo gënjeshtër që armiku të ka thënë me zë apo në mendje për të ardhmen tuaj apo për të kaluarën tuaj. Dhe të kujtoj se kush je tani. Ti nuk je krijuar rastësisht, ti je krijuar me urtësi, me qëllim dhe me një mision nga Allahu, mbreti i fronit madhështor, krijuesi i qiellit dhe i tokës. Allahu të ka krijuar dhe e di saktësisht se kush je, çfarë ke kaluar, çfarë mban në zemër dhe deri ku mund të arrish me lejen e tij. Prandaj mos e shiko vetëm përmes frikës, dështimeve apo fjalëve të njerëzve, shikoje vetëm përmes asaj që Allahu ka vendosur brenda teje. Ti nuk je i krijuar për të jetuar i mposhtur nga frika, nuk je i krijuar për të qëndruar i lidhur pas të kaluarës, nuk je i krijuar për të jetuar në peshën e fjalëve negative që të janë thënë. Me Allahun pranë teje ti mund të ngrihesh përsëri. Ti nuk ke nevojë të luftosh për të provuar se ke vlerë, sepse vlera jote nuk përcaktohet nga njerëzit, nga dështimet apo nga rrethanat e tua. Ti do të ecësh përpara me besim te Allahu. Nuk lufton nga frika e humbjes, por përpiqesh
me besimin se Allahu është me ty, dhe kur Allahu është me ty, mos u frikson nga ajo që është përpara teje, sepse askush nuk mund të jetë kundër teje, sepse ajo që Allahu ka caktuar të jesh do të bëhet, dhe ti vazhdon rrugën me besim tek ai, jo me gënjeshtrat e armikut e shejtanit të mallkuar. E mira jote është ende përpara teje, prandaj ngrihu, merr frym, beso te Allahu dhe ec përpara. Me lejen e Allahut unë anulloj dhe largoj çdo zë në kokën tënde që nuk vjen nga Zoti i qiellit dhe i tokës. Në emrin e Allahut rrëzoj dhe gjek çdo shkallë gjallëzore që armiku përdor për të hyrë në jetën tënde. Në emrin e Allahut kundërshtoj çdo shpallje të keqe që është bërë kundër jetës tënde. Në emrin e Allahut arrestoj dhe lidh çdo shënim gjallëzor të shkruar kundër teje. Nuri Allahu, drita e ti dhe mëshira e ti pastrof mendjen tënde nga çdo mendim i keq në emrin e Allahut. Në emrin e Allahut anulloj dhe e bëj të pavlefshme çdo imagjinat armiku për jetën tënde. Urdhëroj mendjen tënde të bëhet mendje ndriçuar në emër të Allahut. Lutem që engjëjt e Allahut të rrethojnë kudo që të shkosh, dhe kur të shkosh për të fjetur natën, që të flesh i qetë, dhe kur të zgjohesh në mëngjes të kesh energji të pastër hynore, të veprosh të bësh atë që Allahu të jetë i kënaqur me ty. Lutem që edhe tani në këtë moment përderisa flas me lejen e Allahut e ti, përderisa dëgjon mua, të ndihesh më e lehtë, më që gjithë pesha, bara dhe rëndimi të hiqen nga supet e tua. Anulloj dhe e bëj të pavlefshme çdo ankth, çdo depresion, çdo mendim epshor dhe udhëroj që të largohet nga ti. Anulloj dhe e bëj të pavlefshme çdo turp që të bën të ndihesh sikur Zoti nuk të do dhe se ai është i zemruar me ty. Dhe kudo dhe kurdo që ky person po e shikon këtë video, lut Allahun që t'ja prek zemrën këtij personi, që t'ja çliroj shpirtin nga errësira dhe ta mbështjell në krahët e tij të dashur, dhe ta bëj të ndihet si një përqafim i madh i ngrohtë për të cilën kishte nevojë prej kaq shumë kohësh. O Allah, bëj këtë person të ndihet si në shtëpi. O Zot, mbaje këtë person aq fort sa që të gjithë frikat, stresi, shqetësimet, turpi dhe depresioni i tij apo i saj thjesht të largohen. Nuk e di se si është marrëdhënia e këtij personi me prindrit e vet, por o Zot, e di që ti je më i afërt me të dhe i do robrit e tu më shumë se sa nëna e do fëmijën e saj. Prandaj o Zot, jepu të njëjtën ngushëllim që nëna i jep fëmijës së saj. Prandaj të lutem o Allah që t'u japish atyra dashuri dhe atë ngushëllim tani që kanë nevojë. Me lejen e Allahut shpall shërimin e gjithë mendjes dhe trupit të tyre, nga maja e kokës deri në fund të këmbëve të tyre, nga çdo dhimbje dhe nga çdo smundje dhe nga çdo sulm i armikut. Shpall paqe mbi mendjen e tyre, gëzim për shpirtin e tyre, furnizim dhe begati për fuqinë e tyre financiare dhe shërim për trupin e tyre. O Zot, nëse ky person ka humbur diçka që kur nuk e imagjinonte ta humbte, të lutem që ta zaventësosh me diçka që ai kur nuk e kishte imagjinuar ta kishte. Gjithçka ndodh o Allah me një arsye dhe me urtësinë tënde. Në emër të Allahut unë anulloj dhe e bëj të pavlefshme çdo smundje në trupin e këtij personi, çdo dhimbje dhe çdo smundje. Shpall shërim nga maja e kokës deri në fund të këmbëve, mbi mendjen tënde, që mendja jote të jetë e qetë, që mendimet e tua të ndalojnë së vrapuari dhe që të mos besosh më këto gënjeshtra të armikut e të shejtanit të mallkuar. Unë anulloj dhe e bëj të pavlefshme çdo zë në mendjen tënde që nuk është nga Allahu. Lutem që zemra jote të shërohet nga çdo dhimbje, çdo traumë dhe nga çdo person që të ka bërë keq. Dhe mbi të gjithë lutem për trupin tënd, nëse ka ndonjë dhimbje në trupin tënd, në kockat e tua, nëse ka diçka që po ndodh në organet e tua, në veshkat apo në kudo tjetër në trupin tënd, unë shpall shërim të plot mbi ty me lejen e Allahut El Shafi. Në emrin e fuqishëm të Allahut lutem që Zoti ta rrethoj këtë person me engjëjt e tij. Rrethoje Allah me mbrojtjen tënde hynore. Vendos një mburoj mbrojtje rreth tyre të cilën shejtani i mallkuar dhe xhindet nuk mund ta thyen dhe nuk mund t'u afrohen. Anulo çdo plan që shejtani ka për jetën e tyre. Në emër të Allahut unë anuloj dhe e bëj të pavlefshme çdo ndikim të shejtanit dhe xhinit në jetën tuaj dhe rreth jush, që po ngatëron jetën tuaj, që po përpiqet t'ju mbaj larg potencialit tuaj të plot. Unë anulloj dhe e bëj për të pavlefshme çdo gjë në jetën tënde që nuk është nga Allahu. Zot, të lutem që të pastrosh plotësisht këtë person nga çdo mendim që nuk është prej teje, nga çdo zakon, nga çdo varësi, nga çdo njeri që e pengon edhe nëse është e pakëndshme. E di që kjo është një lutje rrezikshme për të lutur, por Allah, të lutem që të heqish gjithçka nga jeta e këtij personi që nuk është prej teje, në mënyrë që ky person në fund të arrijë potencialin e tij të plotë dhe të
caktimin tënd për jetën e tyre. Ndihmojo Allah ata të mos bëhen gjithçka që nuk janë, në mënyrë që më në fund të bëhen gjithçka që ti ke krijuar të jenë. Hiqe frikën që i mban ata të vegjël dhe të shqetësuar për ata që njerëzit mendojnë për to, dhe zëvendësoja atë me besim dhe guxim, që u kujton se kush janë me të vërtet, bazuar në atë se kujt i përkasin. O Allah, hiqe dembelezimin dhe zvarritjen nga ky person dhe shtyje përpara. O Zoti ynë, ndihmoju atyre të bëhen personin që ti dëshiron të jenë. Ata kanë kaq shumë potencial dhe ti ke shumë bekime për ta, por Allah dhe ata duhet të lëvizin, edhe ata duhet të veprojnë, prandaj ndihmoju që të lëvizin e të ecin përpara drejt asaj që ti ke caktuar për ata. Ndoshta ata të kanë pritur që ti të veprosh, por ndonjëherë o Zot ti po i pret ata që të veprojnë. Dhe unë lutem që Allah ti ta udhëzosh që ky person të veproj dhe ta bekosh këtë person ndërsa ata ndjekin nëndrat e tyre, që të shkosh përpara tyre dhe t'i mbrosh nga çdo gjë që nuk është prej teje. Jepu atyre vetë kontroll o Zot për të rezistuar tundimin, që t'i thonë jo shejtanit të mallkuar dhe xhinve dhe të thonë po ty. E di që nuk është lehtë, por o Zot ti nuk na premtove kur një jetë të lehtë, por na premtove se do të jesh me ne në gjithçka që kalojmë dhe me vështirësinë vjen lehtësimi. Prandaj o Zot largo çdo mendim pesimist, çdo mendim të frikshëm, çdo mendim të shqetësuar, çdo mendim ankthi, çdo mendim të trishtuar dhe të dëshpëruar, çdo mendim që nuk është prej teje nga ky person o Allah. Zot, të lutem që të largosh nga mendja e tyre dhe të zaventësosh çdo gënjeshtër të armikut me të vërtetën, sepse ky person mund të mos e kuptojë këtë tani, por arsyeja pse ata kanë qenë kaq të stresuar, të shqetësuar dhe të dëshpëruar, është sepse ato po besojnë gënjeshtrat e shejtanit dhe xhinve. Shejtani mund të t'i gënjejë ata duke thënë se nuk do t'ja dalin kurr, se ti i ke harruar, por kjo nuk është ajo që thot fjala jote o Allah. Ajo që thot fjala jote është se ti do ta përfundosh atë që ke filluar dhe si ti nuk do t'i praktisish. Ti ke thënë mos e humni shpresën nga mëshira e Allahut, sepse Allahu është falsi i madh mëshirëploti. Në emër të Allahut unë shpall të vërtetën për këtë person tani, sepse një gënjeshtër që besohet si e vërtet do të ndikojë në jetën e tyre sikur të ishte e vërtet. Kështu që unë anulloj dhe i bëj të pafuqishme, të pavlefshme të gjithë gënjeshtrat që shejtani mallkuar ka vënë në mendjen e këtij personi. O Zot, ruaj ata nga shejtani, nga vesveset, nga e keqja e njerëzve dhe nga e keqja e vetvetes. Ndihmoju atyre të ndalojnë së krahasuari veten me njerëzit e tjerë, sepse ti na ke krijuar një nga një të veçantë dhe unik. Unë deklaroj se ky person që më dëgjon tani nuk ka konkurrencë. Si mund të ketë konkurrencë kur ata janë të vetmit që ti ke krijuar o Allah për të përmbushur detyrën e tyre. O Zot, jepu qartësi në mendjen e tyre, qetësi në zemrën e tyre, pastërti dhe çlirim në shpirtin e tyre. Unë shpall se ky person dhe personi për të cilën ka bërë një jetë të jenë të shëruar, të çliruar, të bekuar dhe të jetojnë jetën e tyre me besim te Allahu, me përkushtim dhe të bëhen personi që ai ka krijuar të jenë të goxhishëm, të mos i besojnë frikës dhe përshpëritjeve të shejtanit, por fjalës tënde o Zot, të vërtetës tënde. O Zot, bëje këtë person për atyre që ti do jepi imam të fortë, zemër të pastër, mendje të qetë dhe forcë për të bërë atë që është e drejtë. Jepu të mirat në këtë botë dhe të mirat në botën tjetër dhe ruaj nga dënimi i zjarrit. O Zot, ti e ke vendosur këtë person në këtë sezon dhe e ke bërë të dëgjoj këtë rukje për një arsye, dhe nëse jam unë një sebet i tyre, o Allah, unë shpall liri në emrin tënd, shërim, begati, rritje dhe mirësi mbi jetën e këtij personi dhe gjakun e tij. Në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit u krye. Amin, ja Rebi, alemin. Pranoj këtë rukje që bëra për ty dhe këtë fjalë të Allahut mbi jetën tënde dhe mbi jetën e të dashurve të tu, dhe lejo që paqja dhe mëshira e Allahut të jenë mbi ty. Nëse kjo rukje ishte dobishme për ty, më trego në komente si e përjetove, dhe nëse gjatë lutjes të dulën lot ose hapje goje, dije që kjo ishte një pastrim i brendshëm. Faleminderit që ishit sot këtu me mua. Dëgjojeni këtë rukje sa herë që ndjeni nevojë, por mos harroni të lexoni edhe Kuranin dhe të mbështeteni e të besoni tek Allahu e jo te vezveset e shejtanit. Mos u jepni atyre fuqi mbi ju, sepse fuqia e vetme është vetëm me Allahun. Mos harro ta ndash këtë video dhe me të dashurit e tu, që dhe ata të mund të përfitojnë me lejen e Allahut, dhe deri herën tjetër, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju dhe familjen e juaj. Esselamu alaikum.